Eric Wend emërohet ambasador i Shtetit të Bashkuar në Shqipëri. Senati voton me 51 vota pro. Eric Wend, sipas mediave, është konfirmuar nga Senati i Shtetit të Bashkuar si ambasador amerikan në Shqipëri. Sipas mediave, kandidatura e Wend u miratua me 51 vota pro, 47 kundër, pasi më herët morë dhe miratimin e Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë. Në dëgjesën publike të 20 majit në Washington, Wend paraqit vizionin e tij për marrëdhëniet SBA-Shqipëri dhe u përgjigj pyetjeve të senatorëve mbi korrupsionin, spakun, investimet amerikane dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë. Gjatë paraqitjes senatorëve ai rënditi prioriteti luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, partneritetin ushtarak në SBA dhe Shqipërisë dhe krijimin e klime të favorshme për investimet amerikane. Eric Wend u nominua nga presidenti Donald Trump në prill të këtij viti. Ai konsiderohet një figurë me eksperiencë në fushën e sigurisë kombëtare me më shumë se 34 vite karrierë në ushtrinë amerikane.